Në anën tjetër, sikur të gjitha dinë, kjo nuk është lufta e Amerikës, nuk është lufta e NATO-s, kjo është lufta e një personi të çmendur, i cili është Benjamin Netanyahu, i cili në 28 shkurt të vitit 2026, ditën e 10 të Ramazanit, nëse nuk jam gabim, vrau udhëheqësin suprem të Republikës Islamike, Imam Ali Khamenei. Dhe pasi e bëri këtë vrasje, merr në telefon Donald Trumpin dhe i thotë që unë kam vrarë Khamenein dhe hajde bashkohu me neve në luftë. Kjo luftë e cila, domethënë, Trumpi u mundua me çfarë do lloj mjeti ta evitonte, dhe antarët e asaj që quhet MAGA apo Make America Great Again kishin me muaj që e paralajmëronin Trumpin që mos bëhej pjesë e kësaj lufte. Trumpi ra në kurthin e Netanyahu dhe hyri në një luftë e cila nuk i shërbente Amerikës. Tani kjo luftë e para SBA-s po i kushton miliardë dollar. Shpenzimet e qeverisë amerikane në këto momente janë rreth $1 miliard në ditë. Dhe sot që është data e 32 e luftës, parashikohet që amerikanët kanë shpenzuar rreth $32 miliard, por edhe pse kanë shpenzuar gjithë këto para, ata nuk po arrin atë që donin që të arrinin, që të ishte kapitullimi i Iranit. Dhe përveç kësaj, në këto momente SBA-ja është totalisht e izoluar. Për personat që kanë ndjekur lajmet në këto minutat e fundit, kemi kryeministrin e Britanisë, Starmer, i cili doli në konferencë për shtyp dhe tha që ne nuk do t'i bashkangjitemi luftës në Iran, pasi lufta në Iran nuk është lufta jonë. Në anën tjetër, kemi Francën dhe Spanjën që kanë mbyllur hapësirën ajrore iraniane, hapësirën e tyre ajrore për avionët amerikan që duan të furnizojnë Izraelin me armë apo të godasin Iranin. Dhe po kemi një qëndrim të unifikuar brenda NATO-s, ku vendet e NATO-s në mënyrë totale, me përjashtim të Shqipërisë e Tiranës, kuptohet, i kanë thënë jo Amerikës për luftën që Amerika po bën kundër Iranit. Ata po i thonë jo për shumë arsye. Arsye numër 1 është se në këto momente që ne flasim, NATO është në luftë me Rusinë për Ukrainën. Rusia sot sapo ka njoftuar që ka marrë 2 qytetet e fundit të Luhanskët, që është një nga ato rajonet e Donbasit. Pra Rusia po përparon në Ukrainë, ndërsa Netanyahu vendeve të perëndimit i ka hapur një luftë që ata nuk e prisnin dhe nuk e donin, që ishte lufta me Iranin. E dyta, fillimi i luftës me Iranin i ka dhënë Putinit dhuratën më të mirë të këtij viti, ku tani më cisternat e naftës ruse janë të lirë që të shesin naftë në gjithë botën dhe mos t'jenë më pres sanksioneve. Amerikanët kanë hequr sanksionet ndaj Rusisë dhe edhe vetë vendet e BE-s nuk kanë çfarë të bëjnë dhe po blejnë naftë nga armiku tyre. Pra lufta kundër Iranit është lufta më e çmendur që mund t'i ketë ndodhur NATO-s që prej krijimit të saj, është një luftë e dëmshme, një luftë që nuk i shërben asnjë lloj interesi të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Dhe ndryshe, për shembull, nga lufta e dytë kundër Irakut, ku edhe atëherë patëm vendet e Evropës perëndimore, apo atë që Donald Trump i quante the old Europe, Gjermania, Franca, që qëndruan kundër agresionit amerikan kundër Irakut. Tani kemi të gjithë Evropën, që nga Evropa perëndimore, se në luftën e dytë xhirit Britania u rreshtua me amerikanët, por kemi të gjithë Evropën, që nga Polonia, ku Trumpi
për para 2 ditësh i kërkoi Polonisë që t'i jepte disa nga sistemet e saja Patriot antiraketore që Trumpi t'i çonte në Izrael, dhe Polonia i tha jo, tha nuk t'japim tot se na duhen neve nga që kemi luftë tjetër. Pra kemi që nga këto vendet reaksionare të Evropës lindore, cilat gjatë luftës së dytë gjirit në 2003 i dolën kundër Evropës perëndimore dhe u rreshtuan me Bushin e dytë kundër Irakut. Kemi që nga këto vende edhe e gjitha Evropa perëndimore, nga Italia, Franca, Gjermania, Britania e Madhe, që i kanë dalë kundër Trumpit në këtë luftë dhe thonë që kjo nuk është lufta jonë dhe ne nuk e duam këtë luftë. Prandaj në këto momente çfarë po shohim është një konfuzion, një tërbim brenda ambasadës administratës amerikane dhe për personat që shohin deklaratat e presidentit Donald Trump, ai ka filluar që të zihet me të gjithë. Në dje sulmoi Spanjën në atë profilin e tij në Truth Social, dhe Francën që i kanë mbyllur hapësirën ajrore, bëri një tweet tjetër ku i thoshte britanikëve, ok, ju nuk donit na bashkoheni neve në luftë për të hapur kanalin e Hormuzit, i tha shkoni dhe merreni vetë naftën aty. Dhe sot në darkë, pra në datën 1 prill që jemi, rreth orës 9 të darkës me orën e New Yorkut, nëse nuk kam gabim, Donald Trumpi do i drejtohet kombit amerikan, ku do t'i kërkojë, ndoshta do shpalli vendimin për të tërhequr Amerikën nga NATO. Kjo lufta e Iranit i ka shkaktuar shëbaz dëmin më të madh që ajo mund të ketë parë, ndoshta që nga lufta në Vietnam, ku kësaj here amerikanët jo vetëm që janë të izoluar nga gjithë bota, po në të njëjtën kohë ata e kanë të pamundur për të arritur objektivat e tyre në lidhje me Iranin. Edhe pse administrata e presidentit Trump deri tani ka goditur, ka përdorur rreth 850 raketa Tomahawk, që janë pak a shumë 20% i arsenalit raketor që amerikanët kanë, ata nuk kanë arritur që t'i bëjnë asnjë gjë regjimit në Iran, përveç se që vran një xhaje 86 vjeç duke lexuar Kur'an. Ata Iranin e kanë kthyer tani në një republikë ushtarake, ku garda revolucionare vazhdon luftën e saj jo vetëm kundër amerikanëve, por kundër Izraelit dhe kundër regjimeve kukulla arabe të Gjirit Persik.